ka qenë një kohë solidaritetit, afërsisë mes njerëzve e dashurisë, që nuk du me pranu që na ka ofru dhuna sërbe, po atëherë e kem vlerësu një tjetën. Mendoj kem pas kushtet shumë atë vështira, për kem nejtë bashkë. Në kohën të na si familjet burgosve politike, armiqve të shtetit, për shembull çdo përvjetër është shënu, kanë ardhur shok për përvjetorin e vllaut, ka qenë vështirë me ardhë të familja e një dëshmorit, domethënë armiku të shtetit ose të familjet burgosve politik. Po njerëzit kanë ardhur. Tash nuk vinë, sikur që tash secili ka vetura, i ka kushtet, kanë telefone. Telefon, profesor. Telefoni sikur me ta dhënë dorën. Është ndryshe, sigurisht. Nuk është ndjesia e njëjtë. Ndjesia e njëjtë. Sepse afërsia ka dhe diçka biologjike që të ofron mja prek njeriu dorën, ose është volt, ose janë një farë vibe mes njerëzve që krijohet. Prezenca se ajo me telefon është valve elektromagnetike, ajo zbehet. Për shembull, unë kur kam një rast, për shembull ngushëllimet asnjëherë si baj me telefon, kur. Veç s'ka mundësi, kalon jam jashtë, ose vënuna nuk është, po deri një muj, vej kthena ku jam ose ku kam qenë, dhe shkoj ja qes një kafe dhe ngushëlloj. Sepse është diçka njerëzore që është, ndrysho live, kur ki kushte me telefon, kjo është sikur hajt me logojnë. E këtu janë gjona që do të mirujt. është të vërtet. Profesor, çka ka bëhet ty me hinë politikë? Si ka qenë ajo rruga e kyçi që ti më thon, po hinë politikë? Po mos shumë. Po, profesor, tashti, unë kom insistuar me marrë në emision, tashti më dal pa pyetjet që unë kam menuar me t'i bëj, edhe pse shpesh herë e refuzon për me folë për shumë tema që janë të rëndësishme, por që ju nuk e shihni të arsyeshme. Çka të bëni me një politikë? Vërtet. Politikë ka ndiku shumë ajo e kalumja familjare, edhe mandej kur jam kthy, se unë sa herë kam marrë në Kosovë, zakonisht i kam vizitu gjithë shokët pavarësisht ku kanë qenë, çfarë do partije. Sa mirë. Për shembull, Kadri Veselina që më thonë që ne kam pas prej shok, prej studimeve, po Kadri në një pak më herët, sepse vllau jam me djalin e Axhës ka qenë burgosën politik, bashkë. Janë kanë Pozharec, dhe janë, domethënë, një shoqë familjarisht jemi njoft, jemi, domethënë, me familjen e Kadrisë. Kadria me Hashimin të pandom, mandej me Kadrin jemi mëshatar në 5 javë mas me Hashimin është, domethënë, Kadria është mëshatar jemi, Hashimin një vjet më i ri. Bile ditëlindjen e kemi bashkë, 24 prill e kemi bashkë. Po e tregove moshën, pse? Ashtu, edhe pak edhe kjo ka ndiku që kur erdha prej Francës, nuk më isha dhe me nejtë onash, sepse sa do që ti e profesor, kuadër që i shkollu jashtë, nuk vlerësësh inxhinja se i shkriju, ajo bindja gjithkund do të me njëfësie, gjithkund do të me pas veç për shtetë. Edhe unë jam angazhu paka shumë me kontribu për rrethonat shëndore që konë atë koha 2006-2007, konë ende nuk ka pas pavarësi, janë konë ndërtim, dhe me thonë, shteti ka qenë me ato institucionet e përkohshme administrative që ka qenë, dhe shoqërisht jam angazhu me qenë se unë ko pas shok, në fakt gjitha partive, dhe sarë ko marrë, unë kom shkute dhe gjithë, jam mundu me e ofru, për shembull, pavarësisht partive dhe ashtu dhe më kanë vlerësu. Për shembull, familja profesor Gjevet kanë vazhdu në LDK. Vllavi i tij ka qenë edhe ministër, zëvendës ministër i LDK-s. Ose kom pas tjerë shok në LKÇK, LPK, në vllaut. Po unë e kom vlerësu këta dhe në fakt PDK-ja ka pas shumë intelektual, po edhe kjo krau i luftës. Po. Kontributin e ka dhonë gjithë, po dikujt i ka ro fati me i prit disa proceseve. Dhe jam shku aty, pak edhe hatri shokë dhe kom mendu që nështë me sakrifiku këtë onën akademike, onën shkencore, me kontribun politik.
Mirë për politika mandej në politikë, mandej se kam qenë 2008-2010 këshilltari ministrit. Që aty jam angazhu në politikë, mandej jam bo kryetari i degës edhe do kandidat për kryetar komune, kandidat për deputet. E poshtë në fakt, është të vërtet se njerëzit e kanë kriju se si tonë politikë, ose do të mjërujt, ose mjërrugë, sepse kjo i fuqishëm i gjithë. Unë se kom pasa ndjesi jasë njëherë. Kjo bindje është të se cilit për njësh? Po, prej se cilit për njësh. Edhe pse unë kam qenë politikë, nuk kom pas 15 pozita, që të bilet që aty ka marrë dhe shmangë, ma nej që për profesorët universitarë u kriju një bindje që ata i kanë 15 rroga, nuk do të me qenë deputet, është një bindje që paka shumë, është shumë e prapsht, e gabushme, sepse nëse nuk është një profesor universitar që ka njohuri pak mbi mbesatare në tjerëve, sepse unë me doktoru në Francë, u dosh ma pranu një komision prej 5 profesorëve të njohur, kam njohuri mbi atë, dhe më thonë se ajo është grad akademike, shkencore, dhe më thonë profesor, je akademik, po edhe shkencore kur je doktor shkence. Ti ki bon një kontribut edhe normalisht nëse ki pas rezën, ki diapazon të njohurive ti edhe malet edhe i përpunën edhe ligjet, i merr vesh e jep. Që s'është një profesor universitar, kush do të me qenë deputet? A veç marrë një rrugë? Dhe aty e kum pa që është, mandej aty është përcaktuar, unë ku mendu që kontriboj në arsim, kum pas marrë nisë me nru ligjin për akademin dhe u keq kuptova, mandej më gjytën tjerë që e politizu, që s'ka qenë e vërtet fare, sepse kum mendu që ajo që mandej në ligjë është e dhonën mirë edhe shoqëria ma dhe zhvillohet në bazë të tyre njënëve që i përcakton ligji. Rregullore udhëzime administrative. Mirë, po jo, ajo mandej degradoj sepse në politikë, sidomos në demokraci, edhe gishtat e budallëve të mujnë. Dhe më thonë, vlejnë njëjtë dhe ti nëse nuk e banë grupin tanë me i bind mja mushmenën, ti këtë je profesor universitar, këtë i thu është kjo kështu sepse kështu e ka bota, ose kështu e kanë shtetet e zhvilluara, të me morvesh, sepse ai është mësuna të batakun e vetë dhe s'do me darë prese. Dhe fatkeqësisht, mandej politika ka degradu. Ata, kur kam qenë në 2010-2014 deputet, neve ata punëtor të Kovendit në ka thonë që shumë atë mirë kanë qenë ato legislaturat më të hershme. Që tashën e mendoj që ne kemi qenë lull në krahasim me tash ka janë. Ka degradu shumë politika. Në kënaqësoni pak, po kuptoj që politika dhe ju ka dëmtu pak. Po, me gjithat politika, sepse unë nuk jam në politikë, në pozita, në funksione politike prej 2014. Kur kam dalë për i deputet, kam qenë rektor në një pozit që është me konkurs, është pozit akademike, dhe me thonë menageriale, po, ona akademike, punon me një universitet. Prej 2018, nuk më pas asë një pozit në qeveri, asë një pozit shëqërure përveç profesor. Dhe halo njerëzim të ju politikant, ata se di që s'kam asë një, unë muj me qenë kandidat, 30 ditë fushat, që të kry, po asë një pozit ekzekutive që më varë diçka për i vullnetit tem. Dhe endet të thujnë të aknojnë ato politikë. Dhe kjo është shumë, unë isha rektor, më thashtë në kryetar, dhe se ishin mësu kryetar më thonë atje, kandidat për kryetar, ose kryetar i dekës. O, jam rektor, nuk, më thonë ju mbetet njerëzve dhe kur dojtë dikush më tha kesh përdor, tani të thujna, kjo është hajnë, si ata.